Autoritetet kanë vënë në sekuestro pasuri me vlerë rreth 12 milion euro që i përkasin dy shtetasve me precedent penal, ndaj të cilëve ka nisur hetimet për pastrim të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Policia e Vlorës njofton se specialistët për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në bashkëpunim me prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Sarand kanë evidentuar dhe sekuestruar disa pasuri të paluajtshme e të luajtshme që dyshohet se janë përfituar nga veprimtari të palikshme. Në fokus të hetimeve janë vënë shtetasit Kristi Qirici, i njohur edhe me emrin Jetmir Hoxha, 43 vjeç, dhe Adriati Kalemi, 53 vjeç, të dy banues në Sarand. Sipas policisë, ndaj Kristi Qiricit, i dënuar më herët për vepra në fushën e narkotikëve, gjykata ka vendosur sekuestro preventive mbi një hotel 6 katësh me 37 dhoma dhe garazh 440 m2 në Sarand, një hotel 4 katësh me 15 dhoma dhe lokal në të njëjtin qytet, ndërkohë ndaj shtetasit Adriati Kalemi me precedent penal në fushën e krimeve ndaj personit, trafiqeve dhe narkotikëve, është vendosur sekuestro mbi disa pasuri në disa qytete të vendit. Në Sarand, një lokal shërbimi dhe disa pasuri të tjera me sipërfaqe mbi 200 m2. Në Tiranë, një apartament, një parcel ndërtimi, një dyqan dhe një sipërfaqe toke buqësore. Në radhim të Vlorës, 3 pasuri të ndryshme me sipërfaqe të konsiderueshme. Në Memaliaj të Tepelenës, Truall, ndërtesa dhe pasuri të tjera, si dhe pasuri të luajtshme përfshirë një mjet lundrues, 4 automjete dhe 12 llogari bankare. Vendimet për sekuestrim janë dhënë nga gjykata e Sarandës gjatë muajve korrik dhe shtator të këtij viti, ndërsa janë lënë në fuqi nga gjykata e Apelit. Në drejtimin e prokurorisë së Sarandës, hetimet vijojnë për të identifikuar pasuri të tjera që mund të jenë regjistruar në emër të personave të tjerë apo të afërmve të këtyre dy shtetasve.